Deri më sot nuk e kemi ditur se lakra kuron një problem që prek më së shumti moshat mbi 30 vjeç. Lakra ka nivele më të larta të proteinave se të gjitha perimet e mbledhura së bashku, por edhe vitamina dhe minerale. Lakra mbron ADN ose molekulat që përmbajnë të gjitha karakteristikat tona gjenetike. Përbërësit që gjenden te lakrat bllokojnë aktivitetin e dëmshëm të disa enzimave, pjestra e të cilave është padyshim molekulat e ADN-s dhe qelizat e bardha të gjakut. Përfshirja e lakrave në dietën tuaj do të mbështesin shëndetin tuaj kardiovaskular. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një nga vlerat më të famshme të lakrës është aftësia për të mbajtur nën kontroll inflamacionet dhe të lehtësojë enët e gjakut nga dëmet e shkaktuara prej tyre. Lakra përmban një sër elementës që parandalojnë komplikacionet që lidhen me shëndetin e zemrës. Vitamina A është e rëndësishme për lëkurën e shëndetshme dhe shikimin e mirë. Vitamina B ndihmon në nxitjen e energjisë dhe ruan integritetin e indeve nervore në të gjithë trupin. Vitamina C është e rëndësishme për djegjen e yndyrnave. Lakra është një perime e lartë me vlera të larta biologjike dhe me vlera të ulta kalorike. Mesatarisht ajo përmban 92.5% ujë, 1.21% protein, 0.18% yndyrë dhe 2.3% fibra dietike. Edhe pse të gjitha llojet e saj janë të shëndetshme, ekzistojnë disa lloje të caktuara. Konsumi i lakrës në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sipas Step to Health do t'i japë një sër përfitimesh të mira. Duke qenë në një burim i pasur i fibrave do të lehtësojë edhe problemet e tretjes. Ne kemi nevojë për shumë më fibër në dietën tonë, në mënyrë që të kemi një sistem tretës sa më të mirë. Këto perime janë burime të pasura të fibrave dhe një racion prej 100 gram çdo ditë do të merrni 4 gram fibër. Kjo sasi është 15% të dozës së rekomanduar ditore për femrat. Lakra do të ofrojnë gjithashtu nivele të mira të vitaminës K. Lakrat janë veçanërisht të pasura me vitaminën K, për të cilat kemi nevojë të mbajmë kockat shëndet plot dhe të parandalojmë gjithashtu kalcifikime në trup. Mjafton një filxhan me lakra të vogla çdo ditë ose lakra mesatare dhe do të merrni 2 fishin e dozës rekomanduar ditore të vitaminës K, për të cilën e keni kaq shumë të nevojshme për organizmin tuaj. Lakra do të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e detoksifikimit. Vlerat shëndetësore të lakrës përfshin edhe aftësinë e saj detoksifikuese të organizmit. Lakrat përmbajnë substanca të cilat ndihmojnë enzimat në procesin e detoksifikimit. Lakrat kanë në sasi të lartë të disa prej elementeve më të fuqishëm që gjenden me përfitimet siç janë luteina, zeakanthina e të tjera. Studimet kanë treguar se këto komponentë mbrojnë kundër disa lloje të komplikacioneve, si ato të gjirit, të zorrës së trashë dhe gjithashtu prostatës. Ato ndihmojnë edhe në zvogëlimin e niveleve të LDL-s ose niveleve të kolesterolit të keq në trup, të cilat mund të krijojnë probleme me shëndetin e arterieve. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do të ofrojë një përmirësim të niveleve të vitaminës K. Do të largojë gjithashtu edhe një sër problemesh të dëmshme nga trupi i njeriut. Kjo është e rëndësishme jo vetëm për metabolizimin e kockave, por edhe në parandalimin e problemeve të sëmundjeve të Alzheimerit dhe gjithashtu edhe problemeve që lidhen me neuronët në trup. Vlerat e përditshme të përfshirjes së lakrës në dietën tuaj do të ndikojnë pozitivisht në përmirësimin e organizmit tuaj dhe jo vetëm. Lakra është një burim i shkëlqyer i fibrave, i vitaminës B6, folati dhe manganit, si dhe sasitë e nevojshme të vitaminës B1 ose tiaminës, gjithashtu edhe vitaminës B6 dhe acidit pantotenik siç është vitamina B5. Lakrat gjithashtu sigurojnë hekur magnez, fosfor, kalcium për kocka dhe gjymtyrë më të fortë. Gjithashtu ato janë të mira edhe në rregullimin e rrahjeve të zemrës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Vetitë shëndetësore të lakrës janë të shumta, jo vetëm duke ndihmuar kundër komplikacioneve, por edhe duke ndihmuar në procesin e parandalimit të plakjes. Lakra është një produkt i pasur me veti ushqyese që përmban pak kalori. Një filxhan me lakra do të ofrojë 15 kalori. Ajo është një ushqim i shkëlqyer për njerëzit të cilët janë në dietë. Lakra përmban vitaminën A, vitaminën B, vitaminën C, vitaminën E. Secila prej këtyre lëndëve ushqyese është e mirë për trupin dhe shëndetin e njeriut.
Vitamina A është e rëndësishme për lëkurën dhe gjithashtu përfshirja e lakrës në dietën tuaj do t'japë rezultate fantastike në këtë aspekt. Lakra është një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për të konsumuar gjatë periudhës së dimrit, pasi do të ofrojë gjithashtu edhe një ndihmë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Lakra është një perim e mirë për njerëzit që duan të humbasin peshën në mënyrë të shëndetshme. Një filxhan me lakra të coptëzuara ofron vetëm 22 kalori. Ajo përmban shumë ujë dhe gjithashtu ju mban të ngopur për më gjatë, parandalon problemet e trupit dhe mban trupin gjithashtu më të hidratuar. Ndaj konsumi i saj në mënyrë të rregullt është një zgjidhje produktive për personat që duan të reduktojnë peshën e tepërt. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj mund të ndihmojë edhe në mbrojtjen kundër problemeve të zemrës. Gjithashtu përmban nivele të larta të polifenoleve që ndihmojnë në parandalimin e ngritjes së trombocideve dhe redukton presionin e gjakut. Kjo nga ana tjetër ndihmon në uljen e rrezikut kardiovaskular. Lakra gjithashtu ndihmon në uljen e niveleve të lipoproteinës ose ndryshe kolesterolit të keq. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në shëndetin e trurit. Duke qenë e pasur me jod, lakra përmirëson funksionet e trurit dhe bën sistemin nervor të funksionojë si duhet. Në fakt, një sasi e shëndetshme e jodit luan një rol kyç në parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve neurologjike si sëmundja e Alzheimerit dhe çmenduria. Gjithashtu, vitamina K në lakër ndihmon në përmirësimin e funksioneve dhe përqendrimit mendor. Vitamina K ndihmon edhe në prodhimin e elementëve të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e nervave nga dëmtimi dhe prishja. Lakra ka vitaminën B, që luan një rol kyç në përmirësimin e qëndrueshmërisë mendore dhe të kujtesës. Lakra përmirëson gjithashtu tretjen. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj tretës, përfshiheni lakrën në dietën tuaj. Fibrat që gjenden te lakra ndihmojnë në promovimin e lëvizjeve të rregullta të zorëve. Përmbajtja e ujit në lakër ndihmon në parandalimin e kapsllëkut. Plus që lakra ka veti antiinflamatore natyrale që ndihmojnë në zbutjen e lloje të ndryshme të problemeve, siç mund të përfshijnë gjithashtu edhe problemet e urthit. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do të ndihmojë edhe në përmirësimin e luhatjeve të sheqerit në trup. Vetitë antioksiduese të lakrës do të ofrojnë një burim potencial terapeutik për menaxhimin e sheqerit. Ato ndihmojnë edhe në uljen e sheqerit dhe ndihmojnë në prodhimin e insulinës. Përmbajtja e fibrave në lakër ndihmon në parandalimin e diabetit pasi ngadalëson thithjen e sheqerit. Lakra ka veti të mira detoksifikuese. Lakra është e dobishme për procesin natyral të detoksifikimit të trupit. Fibrat lidhen me toksinat e dëmshme duke mos lejuar që të absorbohen nga trupi dhe të ndihmojnë në heqjen e toksinave si produkt mbeturinash. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Duke ndikuar pozitivisht në mbrojtjen e organizmit, ajo do të kthehet në një zgjidhje efektive edhe në një burim të mirë për mbrojtjen e organizmit. Përfshirja e lakrës të bardhë në dietën tuaj do t'japë më shumë energji. Fal niveleve të larta të ekurit, lakra sidomos do t'japë energji të qëndrueshme, nxit qarkullimin dhe gjithashtu përmirëson metabolizmin tuaj. Gjithashtu, lakra e bardhë është një antiinflamator i fuqishëm dhe ka benefite për zorrën e trashësit dhe për shëndetin e kockave. Shkencërisht është vërtetuar se konsumi i lakrës së bardhë pa u gatuar është shumë efektiv për një mjekim natyral për ulçrat e stomakut dhe çrregullimet e tretjes. Ajo mjekon edhe problemet e ulçrës peptike. Lëngu i përgatitur nga lakra e bardhë, 6 dekselinol, 2 moll jeshile, gjysmë limon, gjithashtu edhe pak rrënjë xhinxheri, është shumë i këshillueshëm për ata që vuajnë nga ulçrat peptike. Si detoksifikues për stomakun dhe për zorët, ka shumë fibra dhe është jetike për tretjen e shëndetshme. Ajo ndalon kapsllëkun, përmirëson shëndetin e zorëve dhe ndalon gërçet. Ngrënia e rregullt e kësaj lakre do të parandalojë shqetësimet e zorëve dhe problemet e barkut. Do t'jap gjithashtu më shumë energji për trupin tuaj. Fal niveleve të hekurit, lakra ndihmon edhe në rritjen e energjive të trupit. Ndaj sigurohuni ta konsumoni gjatë sezonit të dimrit ku ajo është edhe më e freskët për të marrë përfitime dhe për të evituar gjithashtu një sër komplikacionesh që ndikojnë për shëndetin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do e informohen dhe miqtë e tu.